Përshëndetje dashur miq të kanalit tim në YouTube. Ky është horoskopi I javor si gjithmonë. Fillojmë këtë javë me Tashin. Me Afroditën dhe Uranin pozitiv, dashuria do të jetë në qendër të jetës suaj këtë javë. Nëse jeni vetëm, do të prisni surpriza shumë të këndshme, do t'ju vinë rrotull, do të fluturoni dhe do të keni dëshirë të zbaviteni. Për gjërat serioze do të mendoni më vonë. Nëse jeni në çift, do të zbaviteni në maksimum, pasi do ju duket sikur ende vazhdon vera, megjithëse duhet të përgatiteni më shumë mundësish dhe të filloni punën me forca të reja. Jupiteri në shenjën e Vjogjëreshës nxit seriozitetin. Kalojmë ke Demi. Ju do të ndjeni të kënaqur në dashuri, do të hapni zemrën tuaj me mençuri dhe do të flisni për ndjenjat dhe lëndimet e së shkuarës. Ju do të kuptoni se mund të thoni gjëra serioze pa e vënë veten në rrezik. Jupiteri ju inkurajon të bëni përparime si në fushën personale ashtu dhe në atë profesionale. Në familje merreni vesh mirë me të gjithë. Me përjashtim të një personi me të cilin grindeni gjithë kohës për budalliqe. Do të hapni horizonte të reja fal miqve të rinj. Kalojmë ke Binjakët. Do të kaloni fundjavë në një vend simpatik me qëllim që të mos ndiheni sikur verës dhe pushimeve I erdhi fundi. Ju e dini se dosjet e grumbullohen dhe takimet e punës që do të rreshtohen shumë shpejt. Do të zënë vend të përditshmërinë tuaj, megjithse një sfidë e re ju pret në shtator. Dhe kjo është diçka pozitive për ju, sepse keni nevojë për një gjë të tillë. Ndërkohë mund të vazhdoni të merrni pak rreze në këto ditë që kanë mbetur nga vera. Kalojmë te Kaforja. Do të rilidhni kontaktet me kolegët e punës ose shokët e klasës. Për të martuarit, për të matur pulsin e situatës, ata që janë në shkollë do të fillojnë të bëjnë përgatitjet për të me çanta fletore, materiale shkollore. Keni shpenzuar shumë këtë verë dhe do të shpenzoni ende, por shumë shpejt do t'ju duhet të kompensoni këto shpenzime, duke punuar dyfish. Do të afroheni me një shok ose shoqe fëmijërie që kishit kopa e parë. Ritmi juaj I punës do të ndryshojë në mënyrë radikale. Do t'ju duhet të përvishni mëngët. Luani. Dielli, Afrodita dhe Mars janë në shenjën tuaj. Do të kaloni momente shumë të mira me partnerin ose partneren. Merrni vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Atmosfera është e gëzueshme dhe pasionante. Nëse jeni vetëm, ju do të hezitoni mes dy njerëzve me karakter krejtësisht të kundërt, por njësoj përvizojni me horizontin në një periudhë shansi dhe plani financiar. Kapni të gjitha rastet që ju ofrohen dhe sikur të punoni pak më shumë ose të shisni diçka të nuk ju intereson më. Kalojmë ke Vjogjëresha. Jupiteri dhe Mërkuri janë në shenjën tuaj dhe kjo ju orienton më shumë drejt punës, karrierës, provave, komunikimit. Do të ndjeni sa gjëra të rëndësishme do të ndodhin në punë. Ju I keni mohuar prej kohësh, por nuk jeni të shpëtuar. Jeni punëtor, prandaj nuk keni frikë se do të ndodhë gjë.
Saturni më në fund është larguar prej jush, kështu do të ndjeni më të relaksuar. Dikush të ju ndihmoj për të blerë diçka që ju pëlqen dhe ju do të pranoni me gjithë qejf dhuratën e bërë. Peshorja. Saturni është në shenjën tuaj, kështu që do të bëni vetes pyetje me lidhjen tuaj sentimentale. Jeni të kënaqur nga marrëdhënia juaj, si mund të shtyni partnerin të ecë përpara, të mos bjerë në kurthet e jetës. Të përpiqeni më shumë, jeni shumë të lodhur nga një rrjet shoqëror që ju mbështet më të gjitha rrethanat dhe ju do ashtu si jeni. Ju dilni shumë me ta dhe kjo ju bën të ndjeni mirë, ende bën kohë e bukur, duhet të përfitoni prej kësaj. Akrepi. Do ta filloni punën shtruar këtë javë me kokën e mbushur plot me projekte të reja, dëshira e plane. Megjithatë, para se të filloni do t'ju duhet të hiqni qafe gjëra të vjetra, letrat dhe verifikoni llogaritë, të matni mundësitë që keni. Gjithashtu do të vini nëpër vende gjërat e plagjes, sido që të jetë, mos futni nëpër dollape rrobat e banjës dhe kremin e diellit. Nëse mund t'ju duhen ende, do të keni edhe më shumë kohë për shoqërinë këtë javë. Kalojmë ke shigjetari. Jeni në dilemë, nga e njëjta anë doni të fitoni më shumë para, të bëni përpara në karrierë, por njëkohësisht të ruani një lloj pavarësie, lirie dhe të shijoni familjen tuaj. Nuk jeni të detyruar të vini vetëm në presion për të përmbushur në disa javë ose muaj atë që duhet bëhet në një vit. Në fakt ju do të hyni në një cikël prej 2 vitesh e gjysmë kur do të ndryshoni gjithçka në jetën tuaj. Jeni shumë të dashuruar me partnerin. Afrodita dhe Marsi ju japin një shtysë në këto fushë. Do të kaloni një mbrëmje romantike këtë javë. Pritsjapi. Jeni në një periudhë zhvillimi intelektual. Keni dëshirë të bëni plot gjëra të reja dhe të jeni të hapur ndaj fushave të reja të veprimit. Do të ndërmerrni në sy rreziqet në fushën teknologjike, sportive e artistike. Për shembull, do të hapni një blog ku do të tregoni atë që jeni duke mësuar apo perfeksionuar, do të guxoni t'u tregoni të tjerëve batlot ruaj, foto, krijime personale. Nuk do të jeni shumë të disponueshëm për partnerin këtë periudhë, dhe nëse jeni vetëm do të vlerësoni lirinë tuaj. Ujori, Jupiteri ju shtyn të bëni vetes pyetje thelbësore, financiare, personale, profesionale. Ju do të ekzaminoni me kujdes të gjitha fushat e jetës suaj, padyshim që do bëni ndryshime më pas, doni apo s'doni ju, sepse duhet të evoluoni. Keni një vit kohë për të bërë transformimin e nevojshëm, të cilën në çift do të jetë një javë pozitive. Do të thoni njëri tjetrit gjëra të sinqerta që mendoni me shprehje në fushën e ndërjetëseve seksuale. Kalojmë ke peshqit. Disa prej jush do të fillojnë një jetë reale në çift. Do të kalojnë në një nivel më të lartë angazhimi. Jupiteri
Ju mendoni të krijoni familje, të jetoni në çift, nëse keni një partner do të prisni prej tij ose asaj të dëshiroj të njëjtën gjë, që ta kaloni lidhjen tuaj në një nivel tjetër. Nëse jeni vetëm, do të jeni gati të takoni dikë ndryshe. Deri tani ju kanë pëlqyer djemt ose vajzat e para. Tani do të filloni të vlerësoni ata që janë të sjellshëm. Nëse ju pëlqejnë dikush, njerëzit e pamundur, ata që janë të martuar, nuk duan të lidhen seriozisht, të papjegurit. Tani do të largoheni më vrap prej tyre sapo t'ju afrohet një fushë profesionale. Nuk keni filluar të merrni punën seriozisht, por do t'i jepni ende pak kohë vetes. Atëherë ky ishte horoskopi për sot. Like, sa më shumë like. Ciao.